në përgjimet e aplikacioneve Sky dhe Encrochat, që janë si indicje të vënë në dispozicion nga policia franceze, po dhe nga Europol, ndaj strukturës posaçme SPAK, dhe përveç indicjes të përgjimeve të marra nga këto aplikacione, janë ndërtuar edhe hetime, apo janë drejtuar edhe në mënyrë operacionale, në mënyrë hetimore, ndaj personave të dyshuar, ku kanë rezultuar të përfshirë në aktivitet kriminal. Dhe këta janë personat të cilët janë në nivelet larta të strukturës policore, rasti i drejtuesit të forcës operacionale, rasti i një drejtuesit të një force përsëri e lartë për nga niveli i drejtimit, ku personat jo vetëm janë të përfshirë, por kanë qenë dhe aktiv duke qenë shërbim të grupeve kriminale. Edhe për efekte financiare, por edhe duke i ndihmuar ata me dhëna, dhe kjo është arsyeja që her pas here policia është ekspozuar edhe ndaj dekonspirimit të operacioneve, që ka pas detyruar drejtuesin e SPAK-ut, thoshte që nuk punoj me drejtues të lartë të policisë për faktin se ishte mosbesim për dekonspirim të operacioneve. Policia ka ndryshuar sigurisht që brenda saj janë bërë spastrime, por sfida mbetet që brenda strukturës policore ka persona të cilët mund të jenë të dyshuar të përfshirë në aktivitete të tilla. Rasti i fundit në aeroport të Rrinasit të një atentati, ku një punonjës i agjencisë mbikëqyrjes policore, ku arrestohet dhe personi që e kishte punësuar, duke shkelur kriteret, por dhe duke depërtuar krimi brenda strukturës për të përdorur strukturën policore jo vetëm për informacion, por edhe për bashkëpunim, por edhe për të shpëtuar operacionet policisë, por edhe pse jo, të përdorë infrastrukturën e policisë në shërbim të aktivitetit kriminal.